burin hakikat. Burin me nejt, me lop, me fjetë, që aty e dë, di me desht. Jo që tash për interes, shkas, janë desim bjerës një emen, hajt jo kjo s'po ban, jo kjo, ban shoqet në veti, veç për vjera, a vjerë keqe, një nashtan, në një qenë nashtan, një, së muë, o mu s'ma mërmene që i ko vjerë të keqe. E nëse është një në një qenë e keqe prej vjerave, nuset a janë ma shpesh të këshia? Nuset ma shpesh janë, qysh janë. Qysh janë nuset ma shpesh. A ki reja? One po të kalzoj për veti. Po, të regona. I kam 74 vjetë. Po. One kom dasht vjerën si shoqe. Si kur nanën teme. Kur s'kom dit me dalu pi nanës teme. Aja më kom budalic, aja kom ru në derin familjes, a shka kom pas, kom gatu, i kom rrit krejt fmi të vjerës, e maj madhe jam konë 11 fmi, një e ka gjetë mi si martonë me qiken tem 8 muj. E kom rla, i kom rrit, janë shkollu, shtrijat i kanë kry krejt, sot janë ba si cilin veti, si jam ma mirë, bille një mirë mjes nuk të thëtë, një pacet cigare burit si abin, një përshëndetje s'ka as telefonatas, kur gjanë krejt janë jashtë. Ti më thojtë mu dhëmja me ti e konë budalic, s'ke pas as motra as nanë me të mësu, më zbanë qashto. Jo, në kum pas kum desht edhe burit mjaru ndëri, edhe prindit tem. Prindit kam su muë, ti më sta respektojsh familjen e burit, muë më su më respektojsh, onet njëshka i. Zojnë, a keni reja, jo dhe që raporti keni me to? I kam reja, tonë i kam 3, i kam jashtë. Qëfar raporti keni? I kam jashtë, raportet e mira i kam, one si vjeher, i respektojnë, ma shumë se ato që më respektojnë. Ta kish me dije. E pse qështë më të respektojnë në rej ma shumë? Vjerës shka do mi ba reja, vjera e përbin, se vjera a jargon i shpijes, mloja e shpijes është. Ama edhe shka dush me të ba, se ti nuk mon me ba të keqë ato. Në ta e knasë me burin e vetë, me thmit e vetë. Qaja muhe marrit ymërin, si ti kam të knaqët në rveti. Une i du, po të tham i du, krejt i du, su në dalaj as nja. Njona të respekton ma shumë normal, tjetra pak ma pak, tjetra aso, një nënë si ka bas nja. Sigurisht. Po, nona është non, vjera vjeher. S'ka. Veç me nëzje mora. Zoj, për tjerë shumë mirë që ke arrit me marë lidhjen, për shkak se e dim sa vështirë është. Faleminderit shumë që e ndoave këtë eksperiencë mineta. Po, e kom marë dhe ju kom dëgjue në telefon, se s'mu isha me asli, se më shelqa. Falë që ju atë jonë në kësha. Faleminderit shumë që e së bashkë me ne. Kaleni mirë e ju përshëndes. Përshëndesem, tong. Po shumë që këtu mund të ketë dhe konflikt gjenerata, sepse po flasim për një periudhë kohore kur zonja që na telefonoi ka qenë me vjerë, ka dashur, ka respektu, ka qenë kushte të tjera para shumë viteve. Ndërkaq tani po jetojmë një kohë tjetër, kohë moderne që gjithmonë kanë ekzistu konfliktet me zemëratave. Për që ta unë nuk i kuptoj fort që të konfliktet kur jetojnë të ndarë, ata në shpijat vetat. Vjeria në shpijat vetat, shka ki me kriju bre konflikt, respektohë bre se 2-3 orë një ofë, nështë ta shiesh ose nuk shiesh, se dush me kriju një energji të keqe dhe atin qysh, unë po të mund pengan, edhe që kjo që e përmana edhe ma herët, që shpesh edhe nuset shkojnë kështo me një manual se si duhet të sillen edhe e kanë atë nanën e tëne që imësan për gjithë shka dhe mas pari kanë, ti dush me marrë ndorë, ti dush me bu kapetani shpis, ti dush me sila ta, jo, veç pak, ti e martu me një person, krijoja familjen tone me që ato. A muna me ta ma një shambull hipotetik, qka nëse vjera, veçëm të pyt, pa na i farë baze, qka nëse vjera të përzijet në mënyrë se qështë të disiplinon fëmijën tonë? Për shambull, ka rase kur jetojnë bashkallak, pa tjetër që vjerat kanë raporte shumë të mira gjyshet me nipat dhe me mbesat, edhe i dojnë edhe kujdesen. Për qka nëse ti dojnë me disiplinu fëmijën tonë, mos me përdor të azon telefonin, edhe vjerës i dhimët edhe ja jep telefonin. S'po nis në shapi rastit tonë se ti pas ke pas një vjerë shumë mirë, po kështu hipotetikisht, çka nëse të përzihet në çdo lloj gjana shumë specifike që janë goxha personale.
personale. Që të kallëzoj, dashnia e gjyshit edhe gjyshës është shumë maj mirë se sa gjdo disciplin e YouTube-et apo që e marim. Okej, ka raste kur përzien edhe i lasdrojnë, po e meritojnë fëmi, është shumë maj mirë që ajo dashni, nëse e kanë luksin, me najt me gjyshin edhe gjyshën, që ashtu mi lasdru, se sa me shku mi bërtit mësus janë qërë dhe mës mi lasdru.